Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Përshëndetje. Zgjedhjet parlamentare 2025. Shqipëria vendos. Pasi në Spanjë Partia Popullore Europiane miratoi rezolutën e hartuar nga Partia Demokratike, kryeministri Edi Rama e quajti flet rufe e kënetës. Në rrjetet sociale u shpreh se raboria e parë humbjes. Këneta kaloi në për tavolina një flet rufe, siç ndodh në konferencat e partive, filloi avazin, blerje vote me lek dhe me kanabis. Punësime elektorale, domethënë një mal me broçkulla të dëgjuara sa herë ka pasur zgjedhje, të përsëritura sa herë ka pasur humbje. Kryetari demokrat Sali Berisha deklaroi se Partia Popullore Europiane ju dha të drejtë ndërsa komentoi rezolutën e Valencias pas kthimit të tij nga Spanja. Berisha u shpreh. Kongresi i forcas politike më të fuqishme në Europë miratoi një rezolutë në të cilën kushtonte Edi Ramën si një regjim që minon votën e lirë, si një regjim që minon demokracinë, si një regjim që bashkëpunon me krimin, si një regjim që nuk ka tafme, si një regjim që s'do të dorë Shqipërinë në Europë. Ndaj dhe ju bëj thirrje të ndigjoni zërin e miqve tanë. Nga Dimali, kryesocialisti Edi Rama shpjegoi kontrastin mes punëve të bëra gjatë 3 mandateve e qeverisës të Partisë Socialiste me lobimin $6 milion të PD-s në Amerikë. Kjo shifër është shifra e regjistrit të njerëzve të punësuar në Republikën e Shqipërisë. Kjo është shifra e regjistrit sot. 1.327.000. Kemi dhe i problem të madh me aritmetikën, se e filluan me 77-42, tani kaluan të 77-6 milion, edhe e kemi të vështirë të bëjmë vesh për aritmetikën, po besoj që aritmetika që na kanë mësuar në shkollë tregon që nga kjo shifër te kjo shifër janë më shumë se 300.000 të punësuar të rinj. Rama u shpreh se asnjë parti tjetër nuk do të mund ta bëjë atë që ka bërë PS-ja në këto vite. Bufi i Knetës e keni dëgjuar, del thot në 12 maj do shkri SPAK-un, do shkri dhe platformën i Albania. Do me thënë, drejtësia do kthehet aty ku ishte, në Kënetën e Bufit, që kur vriteshin njerëz poshtë dritares kryeministrit, prokurori nuk merrte dot në pyetje 3 drejtor policie. Kryeministri dilte dhe e bënte prokurorin e përgjithshme lavire dhe do kthehen dhe të gjitha sportelet aty ku ishin, që njerëzit të capërlohen në përradha. Ofertës së partive të reja, Rama i vuri shenjën e barazimit me ish LSI-n e Ilir Metës. Ne duam të hyjmë Bashkimin Evropian, ata thonë do shkojmë zgjedhjet parakoshme. E kishim një ndjes pas LSI që na ungatruan nëpër këmbë, u kthye në nyje, në fyt për shqiptarët, edhe themi shqyr shpëtuam nga këta pengmarsit e vegjël, tani të tjerë thonë do shkojmë zgjedhjet parakoshme. Të moralizoti drejtuesi i Partisë Demokratike në qarkun e Elbasanit paralajmëroi socialistët nga Librazhdi me fjalët: "Do t'ju ham të gjallë nëse prekni demokratët." Një mesazh për ju që jeni jashtë dhe jeni cepave. Ju që i shkoni njerëzve në përshpia për t'ju marrë votat. Mos harroni që ne kemi mundur baballarët tuaj, që kishin tanke, kishin ushtri, kishin polici. Nëse veni mina, nuk do t'ju ndahemi kudo që t'jeni. Ju që doni të shkatërroni Shqipërinë, ju analfabet, ju maskarej, do t'ju ham të gjallë. Një paralajmërim erdhi edhe nga Berisha. Banditët të cilët guxojnë të bëjë ju shqetësimin më të vogël, do të shpallen terroristë dhe grupe terroriste me datën 12 maj. Bashkë me Edi Ramën, bashkë me Ballën, bashkë me ministrat dhe kriminalët e tjerë në qeveri. Paralajmëroj prodën e Matrixit, një farë komisar në Prenjas, Klodian Dani dhe disa ushtarë të tjerë të tij, se për çdo vot do keni një Vitburg. Berisha premtoi: subvencionet do të pesfishohen për çdo fidan të miell, për çdo kokë bakti, për çdo njësi prodhimi. Ballkani i hapur i Argatit, të Vučićit, javën e parë hidhet të kosh. Në një konferencë online me kandidatët e koalicionit Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore, strategu amerikan i fushatës Chris Lasivita vlerësoi mobilizimin e strukturave në gjithë vendin dhe energjinë që po transmetohet nga bazat e qytetarët. Lasivita theksoi rëndësinë e këtyre ditëve të fundit si vendimtare për të ardhmen politike të Shqipërisë. Ai shtoi se fokusi i fushatës mbetet ekonomia, mirëqenia e qytetarëve dhe nevoja urgjente për një ndryshim qeverisës pas 12 viteve të qeverisjes aktuale.
Në një takim në Shkodër, kryetari social-demokrat Tom Doshi hodhi akuza të rënda ndaj Benet Becit, duke i bërë thirrje SPAK-ut të arrestoj kryebashkiakun. Nuk e dishim që ishte infiltruar një Sali Berisha, do t'i garantoj gjithë ato që janë larguar prej punës, që mëna maj do kthehen punë. Vjen keq për socialistat, që sot në listën fituese nuk ka asnjë socialist. I ka pru prej PD-s, në kryetari i bashkisë që ishte. Atje erdhi emri me votu në primare e Sali Berisha. E kena mbështet PS-n dhe do ta mbështesim. Por jo me njerëz që nesër do shkojnë mas hekurave si Benet Beci. Sipas Tom Doshit, edhe në Partinë Demokratike, kandidatët për deputet në Shkodër blen mandatet e Berisha. Është bën një pazar, si me kanë pazarit gjanë zgjallë. Se çështjet e jamin tjetra të PD-ja. Ka pagu lekt, ka ble mandatin. Se për këtë nuk ka gjanë të rëzi Sali Berisha. Ka shit mandatet e Lisë Millër. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Sot 1 maj, dita ndërkombëtare e punëtorëve që përkujtojnë betejat dhe arritjet e bëra prej tyre apo ashtu lëvizjet punëtore. Në sheshin Nën Tereza në Tiranë u mbajtën protestat të sindikatave. 40 orë punë në javë, pagesë të denjë, pushime gjatë festave, ka fasoneri që sot e kanë bërë pushim, sipas ligjit në fuqi, ka fasoneri që gratë kanë zgjedhur në punë. Nëse duam që njerëzit që ndrojnë këtu, duhet që puna që bëjnë të jetë e dinjitetshme, duhet paguhet mirë. Nëse nuk paguhet mirë, atëherë nuk mund presesh që njerëzit që ndrojnë Shqipëri. Ne në sektorin e shëndetësisë ne kërkojmë një dinjitet në punë. I bëj thirrje të gjithë punëtorëve të vrasin frikën për të protestuar të drejtat e tyre dhe të organizohen në sindikata. Në Kosovë pati protesta të punëtorëve duke kërkuar rritje të pagave. Lajmi nga rajoni. Seanca e konstituimit të Kuvendit të Kosovës dështoi për të 9ën herë. Deputeti vetëvendosje Sekuran Murati tha se me refuzimin për votim të fshehtë për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit të Kosovës, u pa se Partia Demokratike, Lidhja Demokratike, Aleanca për Ardhmërinë janë kundër konstituimit të Kuvendit. Vetëvendosja shprehet se nuk tërhiqet nga qëndrimi se Albulena Haxhiu duhet të votohet kryetare. Sport. Sot në orën 18 në Elbasan Arena luhet finalja e 73 e Kupës së Shqipërisë Egnatia Dinamo City. Kjo ndeshje është shumë interesante, rikthen Dinamo City në finalen e këtij kompeticioni, ndërsa Egnatia vjen si kampione në fuqi e Kupës së Shqipërisë. Dinamo City ka fituar 13 trofe të Kupës. Egnatia ka marrë pjesë në 2 finale duke i fituar të dyja. Parashikimi i motit. Për sot vendi ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme, me kthjellime e alternime vranësirash mesatare deri të dendura. Vranësirat shoqërohen me rreshje shiu me intensitet të ulët, ndërsa në relievet malore, në lindje të territorit, në mënyrë të izoluar dhe në periudha afat shkurtra në formën e shtrëngatave. Temperaturat luhaten nga 9 në 22 gradë Celsius. Ky është edhe një përmbledhje e zhvillimeve kryesore të ditës. Edicioni informativ i radhës është në orën 17. Unë jam Armelda Methasani. Unë jam Ervin Nikolla. Kjo është Top Albania Radio.